Gjermania ka angazhuar helikopter, ka angazhuar drona dhe ka angazhuar pajisje speciale si dhe mira polic shtesë për të shtrënguar kontrollet kufitare për të cilat ju kam njoftuar dhe për të evituar futjen e migrantëve ilegal në Gjermani. E kjo po jep edhe rezultate konkrete, të paktën kështu thon ministri i Brendshëm Aleksandar Dobrindt dhe bashkëpunëtorët e tij, e ata e kanë vizituar sot një prej pikave të kontrolleve kufitare me Austrinë, ku është rritur numri i ndalimeve të futjeve ilegale në Gjermani. Dobrindt tha se prej krijimit të qeverisë në kufi janë dërguar rreth 3000 policë të tjerë, të cilët së bashku me policinë e mëparshme kanë shtuar pra kontrollet. Ndaj, brenda një jave nga kufiri janë kthyer mbrapsht plot 45% e migrantëve më shumë se sa më parë që kanë dashur të futen në Gjermani. Ministri paraqiti edhe shifra konkrete për kthimet në kufi. Policia federale ka kthyer në kufi deri tani në javën e kaluar 739 migrantë që janë përpjekur të futen ilegalisht në Gjermani. Një javë më parë, kjo shifër ka qenë 511 persona. Kështu tha ministri gjatë vizitës pra në kufirin me Austri, një zonë që kalohet shpesh edhe nga shqiptarët që udhtojnë nga Gjermania për në vendlindje dhe anasjelltas kuptohet. Gjatë kësaj periudhe njëjavore, pra brenda një jave në kufi, kanë kërkuar azil 51 migrant, prej të cilëve 32 janë kthyer menjëherë. Të tjerët janë futur në procedura të rregullta për kërkesa për azil, sepse bëhet fjalë për persona që eventualisht kanë të drejtë azili. Në kufirin e jashtëm kthehen të gjithë personat që vijnë nga vende të sigurta të origjinës dhe kërkojnë azil, e në këto vende të sigurta të origjinës janë edhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera të banuara me shqiptar. Me një fjalë, të gjithë personat nga vendet tona të origjinës që duan të kërkojnë azil në Gjermani, nëse ndalohen në kufit e jashtëm dhe nëse vlerësohet menjëherë se vërtet nuk kanë kurrë shansi për azil, do të kthehen menjëherë pra në rrugën prej nga janë nisur. E t'ju kujtoj edhe njëherë se Gjermania ka angazhuar në zonat kufitare pra edhe pajisje speciale për zbulimin e atyre që duan të kalojnë ilegalisht kufirin, ka angazhuar edhe helikopter, dron e tjere tjere. Disa vende fqinje janë ankuar, me që të dashur, për shkak të kthimit të azil kërkuesve në kufi, me shpjegimin se kjo është në kundërshtim me të drejtën dhe me rregullat europiane si dhe me rregullat e Dublinit, por Gjermania ka vendosur që të aplikojë këto masa që i quhen pra si aplikimi i masave për mbrojtje nacionale. Ndryshe, gjatë vitit 2025 ka rënë në përgjithësi dukshëm numri i azil kërkuesve në këto muajt e parë për shkak të shtrëngimit të masave në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, si dhe për shkak të luftimit të denj të kontrabanduesve me migrant. Dhe edhe në Gjermani është zvogluar pra dukshëm numri i azil kërkuesve, pra i personave që kanë kërkuar azil gjatë këtij viti. Kancelari i ri Friedrich Merz ka thënë ndryshe se qëllimi i tij është që numri i azil kërkuesve të bie dukshëm në 100.000 në vit, që është gati 3 fishi më pak se një vit më parë. E nëse kjo vërtet do të arrihet, do të shihet natyrisht deri në fund të vitit, por unë me siguri që do ta përcjell me shumë vëmendje edhe këtë proces. Ndaj, nëse doni, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse mund të jetë interesant, në veçanti për ata që janë të interesuar për çështjet e azilit dhe për çështjet e kalimeve kufitare në Gjermani, e besoj që secili që jeton në Gjermani duhet të kalojë në për këto kontrollet pak më të shtuara kufitare në kufit e jashtëm të Gjermanisë. Faleminderit dhe miropafshim.